Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për ne, nuk ka nevojë për adhurimin ton. Dhe Allahu i lartësuar thot: o ju njerëz, ju jeni nevojtar, jeni të varfër për Allahun, e Allahu është i panevojshmi, është i falendëruari. E pra Allahu Azza wa Jall e ka shpallur këtë adhurim për të mirën ton, për të mirën e shpirtrave tan. Ky adhurim i cili është edukim për trupat tan. Ky adhurim madhështor i cili është praktik, duke u stërvitur, duke u kalitur me durimin dhe mbajtjen e vështirësive. Ky adhurim i cili është rregullim dhe përmirësim për moralin ton. Ky adhurim i cili është rregullim dhe përmirësim për shpirtrat tan. Ky adhurim i cili është përmirësim, është rregullim, është ilaç për lënien e pasioneve dhe tekave, për lënien e ndalesave, dhe se Allahu i lartësuar e ka ligjëruar këtë adhurim për të parë se cili prej nesh i përgjigjet atij dhe sigurisht që ne të bëhemi më të devotshëm. Dhe Allahu Azza wa Jall në fund të ajetit të agjërimit, ku thotë që o ju besimtar, ju është bërë agjërimi farz, obligim, sikurse ka qenë obligim për popujt para jush, thotë në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Ndaj ky adhurim, sikurse çdo adhurim tjetër, duhet bërë me bindje ndaj të Madhit Zot, me sinqeritet, bindje ndaj Tij, duke ruajtur dhe mbrojtur këtë adhurim prej gjithçkaje që e cënon atë që ja ul shpërblimin. عن سيره ولا جمع